Nuk kemi arritur që të kemi një kandidat konsensual për president të Republikës së Kosovës. Në mungesë të një kandidati konsensual, rruga tjetër ka qenë që secili subjekt politik të propozojë nga një kandidat në përmbushje edhe të obligimit kushtetues. Si lëvizje vetëvendosje, sonte kemi deklaruar mbështetjen tonë për nënkryetarin e lëvizjes, zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e punëve të jashtme të diasporës zotit Vlau Konjufsa, njeriun e dytë më të votuar në historinë e vendit dhe një figurë e cila gëzon mbështetje të plot qytetare, dhe po ashtu që ka një mbështetje të madhe edhe te grupi parlamentar, te lëvizja, por mbi të gjitha, siç e thash, një mbështetje të madhe qytetare. Dhe ajo që është e rëndësishme është kandidati që gëzon mbështetjen më të madhe për të siguruar votat në kuvend. Zoti Konjufsa, si që dim të gjithë, edhe si kryetari i kuvendit, ka qenë autoriteti kryesor unifikues i unitetit politik. Ne e kemi kandidatin tonë dhe tani presim edhe nga subjekte tjera politike, nga PDK dhe nga LDK, që të paraqesin kandidaturat e tyre në mënyrë që të përmbushin kriterin kushtetues për të paktën 2 kandidatë të cilët do të garojnë për pozitën e presidentit. Secili subjekt duhet të marrë përgjegjësinë që të ofrojë kandidaturën së paku për 2 arsye. E para, për përmbushjen e kriterit kushtetues dhe për të mundësuar një garë të mirëfillt në mes të kandidatëve që garojnë, dhe së dyti, dhe që është më rëndësishmja, për të shmangur zgjedhjet e reja, të cilat evitohen në rast se do të kemi edhe një kandidat të dytë dhe një votim të suksesshëm për presidentin. E di që në kohët e fundit ka pas një vëmendje të madhe edhe nga ju mediat, por edhe një debat e interesim të qytetarëve rreth çështjes së kandidimit të presidentes për edhe një mandat. Në lidhje me këtë, ju njoftoj që si lëvizje i kemi ofruar edhe presidente zonjës Vjosa Osmani në nënshkrimet për kandidaturën e saj, edhe pse nga ajo që dim asnjë subjekt tjetër politik deri më tani nuk e ka bërë një gjë të tillë, dhe madje kemi pas edhe deklarata të subjekteve politike, në këtë rast të PDK-s, për mos mbështetjen e zonjës Osmani. Me qenë se zonja Osmani nuk ka pranuar këtë ofertë, tani duke marrë parasysh edhe dinamikat aktuale, edhe kohën e shkurtër deri nesër në ora 24 për të zgjedhur presidenten, por edhe numrat e subjekteve të tjera politike, pra që nuk kanë numrin e mjaftueshëm të deputetëve për të siguruar 30 nënshkrime për të përmbushur kushtin pra për nominimin e kandidatit për president, ne si lëvizje vetëvendosje kemi qenë të gatshëm, vazhdojmë të jemi, të ofrojmë nënshkrimet edhe nënshkrimet e deputetëve tanë, edhe për subjekte tjera parlamentare, për të ofruar kandidaturat e tyre potenciale. Për shembull, ne mund të japim 10 nënshkrime të cilat janë të nevojshme për Partinë Demokratike të Kosovës që të kandidojë, të nominojë një kandidat për president, dhe në të njëjtën kohë mund të ofrojmë edhe 20 nënshkrime të deputetëve tanë për të nominuar një kandidat për president apo presidente. Këtë jemi të gatshëm ta bëjmë në mënyrë që të kemi institucione funksionale, të mos përsërisim edhe si vjet situatën e vitit 2025, kur detyruam të shkojmë në zgjedhje të përsëritura, të kushtueshme dhe të panevojshme. Gatishmëria jonë për të dhënë nënshkrimet e tregon edhe qasjen tonë konstruktive, vullnetin për të bërë çdo përpjekje që të shmangim zgjedhje të reja dhe natyrisht edhe konstruktivitetin dhe bashkëpunimin të cilin ne e ofrojmë, e kërkojmë dhe e presim edhe nga subjekte tjera politike, në këtë rast nga LDK dhe nga PDK. Pra, siç e deklarova, ne jemi të gatshëm, jo vetëm që të presim kandidaturat të reja, por edhe të japim nënshkrimet e deputetëve tanë në mënyrë që të shmangim edhe një palë zgjedhje. Ndërkohë, edhe kryeministri po punon intensivisht për të tejkaluar këtë proces në mënyrë që të funksionalizojmë edhe të përfundojmë për mbyllim suksesshëm zgjedhjen e presidentit dhe të shmangim zgjedhje të reja. Ju faleminderit shumë, Kemi parë në